Përshëndetje, unë jam Dorina Shamo, drejtuese e Frontera Qendra, Frontera Akademi dhe Vanmet. Kam kënaqësinë sot të ftoj në podcast një mikesh, pikë së pari, dhe një drejtuese tjetër të një lloji tjetër të fronterave. Eva Vako sot na është bashkuar si mikesh edhe si drejtuese e qendrave që për mua është bërë një krah i djathtë të këtij niveli. Eva, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Gjithmonë një kënaqësi. Jam shumë e lumtur që ndaj me ty këtë podcast dhe që ti pranove, duke qenë se ti je anti-kamera, dëshirë e lartë për të mos u ekspozuar, por orë të gjatë që vendos në prapasken nuk do t'i nxjerrësh asnjëherë. Pse Eva Vako? Sepse unë mendoj që është puna ajo që flet dhe jo fytyra ajo që flet. Kështu që për mua është e rëndësishme shumë të flasi puna dhe jo personi pas kujtave. Prandaj e kam të rëndësishme. Ne të dyja njihemi shumë vite më përpara. Dhe tuam edhe një herë për punë, që na ngeci në tentativë, sepse ti zgjedh të shkosh në Kosovë. Unë të mbaj mend gjithmonë që ti punon nëpër spitale, gjithmonë e lidhur me pjesën spitalore. Pse ky vendim, Eva? Adrenalina, Dori. Është adrenalina që të jep spitali. Të punosh në spital ka një kënaqësi më vete. Ndoshta për ca njerëz mund të duket e çuditshme, por për disa të tjerë që e kthejnë në pasion, është lloj i tillë i punës që ty të jep gjatë gjithë kohës sfida. Është gjithmonë ti të bësh mirë. Nëse ti dëshiron të japësh një shërbim, të nxjerrësh një pacient kënaqur, të nxjerrësh një klient të kënaqur, kënaqësia që ti merr mbrapa me një faleminderit për mua do të thotë gjithmonë shumë. Kjo është një ndër arsyet. Po ti nuk e rreshtur së mësuar çdo lloj patologjie që është aty brenda, duke mos qenë mjeke. Po, është e vërtetë. Mbaj mend ti ke punuar me doktor Andrean Otorinën, që ai ka pasur një dashuri shumë të madhe për ty, di gjithçka Eva, e bën Eva. Dhe ti njihje gjitha llojet e patologjive në Torino. Pastaj po ndryshojë në specialitete të tjera, patjetër dhe ato. Po të ishte për lloje të ndryshme ndërhyrjes dhe ato. Pse këtë lloj dëshire për mjekësinë? Se, okay, kuptoj dhe mirë kuptoj pjesën administrative, por nuk kuptoj pjesën tjetër të mjekësisë, sepse unë mendoj që mjekësinë vetëm ata që e duan mund të kenë atë lloj pasioni, ose ata që janë të sektorit kanë atë lloj pasioni për të mësuar mjekësinë në detaje. E para njerë ka qenë gjithmonë dëshira për të mësuar gjëra të reja. Dhe mjekësia ti e di shumë herë më mirë se sa unë që është i vetmi sektor që nuk ndalon kur. Ti ke gjithmonë çfarë të mësosh, ke gjithmonë gjëra të reja që do duhet të updatohesh. Dhe normalisht kjo të shtyn të ecësh përpara. Gjatë gjithë kohës që unë kam qenë në spital, ishte sfida me veten që pse të mos ta bëj edhe këtë. Dhe nëse unë dua të jap një shërbim të mirë, patjetër që duhet ta kuptoj vetë para. Është e pamundur që ti t'ia shpjegosh pacientit, klientit, kujdo që ti e ke të mundur dhe ke dëshirën që t'i japësh shërbimin më të mirë, nëse ti e ke të pamundur për ta kuptuar vetë. Të duhet patjetër ta kuptosh vetë në mënyrë që t'ia përcjellësh tjetrit. Dhe kjo ka qenë një ndër sfidat. Duhet ta kuptoj unë që ta përcjell te tjetri. Dhe nëse unë nuk e kuptoj dhe nëse unë nuk arrit dot ta shpjegoj ashtu si mjeku e shpjegon, patjetër që pacienti nuk merr dot. Dhe për të pasur këtë lloj shpjegimi, patjetër do duhet të ishte gjithë informacioni mjekësor. Absolutisht. Që ty të bën ajo që ti je sot. Të duhet ti kombinosh të dyja. Ka të bëj shumë pjesa mjekësore dhe pjesa njerëzore. Sepse mjeku bën mjekun, kurse ti do bësh asistentin. Dhe të bësh asistentin do të thotë që të vendosësh veten në këpucët e tjetrit. Të duhet të dish të asociosh të dyja. Fjalët e mjekut dhe pritshmëritë e pacientit. Mbaj mend ke pasur një batutë që bëja shpesh, kam vetëm 3 minuta kohë nga mjeku deri te recepcioni për të shpjeguar pacientit që pacienti ta kuptoj dhe ta marrë shërbimin. 3 minuta kohë. Po, është e vërtet unë e kisha harruar me thënë të drejtën. Po tani që më kujtove. Eva të kujtoj gjitha detajet tona. Absolutisht. Unë kam kujtuar shumë kohë e fundit, edhe duke u kthyer te detajet tona. E vetmja gjë që sa herë që kujtoj se sa vite kemi ne të dyja që njihemi, dhe kur dua t'i kujtoj vetes time se çfarë nuk ka ndryshuar te Dorina, është shpirti i Dorinës. Se Dorina ka ndryshuar, është arritur në vite, po shpirti ka ngeli njëjti. Dhe të kthehemi te batuta e 3 minutshit,
Kjo ka qenë sepse aq ishte koha që unë kisha në dispozicion për ta shoqëruar pacientin nga ambulatori i vizitës deri tek zyra e informacionit. Dhe në 3 minuta unë duhet arrija t'i përmbledhja dhe t'i jepja gjithë informacionin. Dhe këtë e kisha kalkuluar me kohën dhe prandaj e kisha kam vetëm 3 minuta në dispozicion. 3 minutë është shumë e bukur dhe unë e mora mësim ato 3 minutë që ke vetëm 3 minuta kohë. Sigurisht për ata që kanë bëjnë dhënien e shërbimit edhe në shpjegimin apo në klient konkret, duhet të kupton edhe vendosin e vetes tek ata. Ashtu vetëm mund të ketë një interaktivitet që unë të marrë shërbim, po dhe të jemi kënaqur dhe të të falenderoj në fund, sepse unë kam parë pafund pacient që të marrin, të falenderojnë, sepse varet nga qasja që ne kemi. Mund të bëjë thjesht një punë mekanike, por unë e di që ti vendos shpirtin në punën që bën. Dhe kjo bën diferencën e madhe, se për mua ka qenë një dashuri e madhe deri në momentin që ti vendos të bashkohet shtëpisë Frontera. Se Eva vendos të bashkohet Fronterës. Unë mendoj që gjërat zakonisht ndodhin në momentin e duhur. Dhe ti e përmend edhe më përpara në fakt që ne të dyja kemi shumë vite që njihemi me njëra tjetrën. Dhe në këto gjithë vite që kemi që njihemi me njëra tjetrën, gjithmonë ka qenë dëshira jote e madhe dhe e imja për të punuar me njëra tjetrën. Dhe thjesht nuk kanë qenë kushte, sepse Eva kështu është, nëse jep fjalën nuk del dot nga fjala e vet. Dhe të kthehemi te pjesa e Kosovës, ishte pikërisht kjo, unë kisha dhënë fjalën dhe nuk dilja dot nga fjala ime, sepse atë fjalë që jap do ta çoj deri në fund. E kjo është arsyeja. Dhe tani erdhi momenti, dhe mendoj që është momenti më i dur, sepse ti e njeh Evën si person prej vitesh, e di arritjet e Evës. Por ty të vjen një Evë e plotësuar mbas kaq vitesh. Nëse rrugtimin ton do ta kishim nisur bashkë më përpara, mendoj që do ishim rritur bashkë. Tani të ka ardhur një Evë rritur. Ti ke një lloj mendje që unë e kam dashuruar gjithmonë tek ty, një kraj djathtë. Nuk shikon orën, nuk shikon ditët, e shtunë e diel e hën me orë të gjata. Praktikisht ke një lloj mendësie sikur të ishte biznesi jot. Edhe jo sepse ti e bën këtë dhe unë të dua fort për këtë, por për përgjegjshmërinë dhe nuk ta njeh as nder. Nuk ta quan dhe nuk e thua, unë e marr vesh që ti je të shtunave ose të dielave në punë, nëse unë kam një kërkesë që unë i bie telefonit tënd rastësisht. Ndryshe, unë nuk e kuptoj që ti je shtunë e diel në punë. Kjo është përgjegjshmëria e Evës, është Eva që merr objektiva të mëdha dhe duhet i çojë përpara, apo është thjesht një komunikim që tani jam edhe tek një vend i dashur i shoqes time? Ka disa arsye dhe e bëjnë bashkë. E para, ti m'njeh dhe unë e kam përsëritur shpesh herë dhe në bisedat tona kur ne flasim që për mua janë të rëndësishëm miqt. Dhe miqt janë njerëzit që janë gjithmonë më të rëndësishëm për Evën, janë të parët që vinë në listë. Kur bëhet fjala për miqt, nuk llogaritet. As ora, as lodhja, as sfida, as puna, as investimi. Kjo është për pjesën e mjekësisë, të miqësisë. Në momentin që ti ke një mik, të duhet të jesh aty pa kushte. E para, kthehemi te puna, apo është një përgjegjësmëri, sepse unë mendoj që deri në momentin sa ti e ke marrë përsipër për ta bërë diçka, është shumë herë më e ndershme që ti ta çosh këtë gjë përpara. Dhe nëse kjo për ty është një dështim dhe mund të mos i arrish objektivat e tua, është gjithmonë shumë herë më e ndershme që të thuash, unë kaq mundem. Nuk shkoj dot për te. Po vështirë si do thuash ndonjëherë ti unë kaq mundem. Aha, këtu është sfidë me veten pastaj. Kjo është gjithmonë sfidë me veten. Ti futesh tani në sektor mjekësie estetike që është komplet, jo komplet e kundërt, por është ndryshe nga sistemi mjekësor, target grupi është i ndryshëm, kërkesa është e ndryshme, ambientet edhe mënyra e punës është e ndryshme. Dhe bën menaxhimin e 5, 6, 7, sigurisht me këmbën tënde të mbar, këto po bëhen akoma më shumë. Dhe kur unë të thras në zyrë dhe them, Eva, ne bëjmë gati për të hapur një pikë tjetër, ti e blokun dhe vazhdon shkruan. Nuk ka Eva frikë nga këto sfidat që janë sektor tjetër tashmë, janë investime komplet ndryshe nga ato që ti e mësuar të shohësh deri më tani? Ka një gjë, në pjesën në sektorin e mjekësisë, ka disa gjëra që bashkohen dhe ka disa gjëra që ndahen.
sigurisht që kjo është një fushë e re dhe është një sfidë e re. E rëndësishme është që ti të dish se si të ecësh para me sfidat e tua. Dhe nëse Dori vendos të krijojë një fëmijë të ri, Eva vendos që këtë fëmijën e ri do ta arrisim. Do ta arrisim, ku ta lëm, ta praktisim. Kështu që mua më mjafton vetëm bloku për të shkruar. Dhe ajo që kam kuptuar është që deri në momenti sa është energjia, dhe energjia nuk ndalet. Dhe nga ty kam kuptuar që ti ke një energji ecse është pak, vrapuse nuk di të ti vendos 1 kilometër. Më duhet që të krijoj kilometrat e mi për të arritur energjinë tënde. Kështu që nëse unë kam vendosur të punoj me ty, krahu jot i djathtë, automatikisht kjo më bën që sfidat e tua, unë i kam sfidat e mia. Ka gjëra që do donte Eva të ndryshonte në këto pika që menaxhon në të gjithë pikat frontera, ose në konceptin frontera, që do doje të ndryshoje, të sillje një risi, të ndryshoje diçka. Nëse flasim për risi dhe për koncept, nuk do ndryshoje absolutisht asnjë gjë. Ti je partizani i risive dhe partizani i ecjes parat të klinikave frontera. Frontera ka një gjë shumë të rëndësishme dhe në frontera, deri në momenti sa ekziston etik, cilësi, nuk ka as edhe një gjë për të ndryshuar. Dhe në frontera ti i gjen të gjitha. Gjen shërbimin, gjen etikën, gjen cilësinë, gjen përgjegjësinë. Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme. Sigurisht që kjo është një gjë që nuk do ta ndryshoja. A dua të ndryshoj diçka? Absolutisht nuk do ndryshoja as edhe një gjë. A ka Eva sfida? Çdo ditë. Absolutisht. Pres të më thuash nga dita në ditë se kush është klinika e radhës që do hapim. Dhe pastaj të vendosim objektivat për të arritur sfidat e radhës. Eva, ka ndonjë gjë që ka frikë? Se mirë, punën nuk e ka frikë. Por në jetën normale, ka Eva frikë gjë? Ka, patjetër Eva ka frikrat e veta. Ta përmenda më përpara që për Evën të rëndësishme dhe njerëzit janë ata që janë të rëndësishëm, janë miq të rëndësishëm dhe është familja e rëndësishme. Deri në momentin sa miqt, familja dhe njerëzit e dashur të Evës janë në rregull, nuk ka më frikë. Eva mendon që po je gjallë dhe nëse je në jetë, mund t'i bësh të gjëra. Kam parë një lloj dashurie shumë të madhe të njerëzve që ti punon, ose që ke punuar më përpara. Ka një lloj dashurie shumë të madhe për ty, profesionistët, njerëzit që ti ke rrugtuar, miqë, shok, ose në momentin që ti jam afër teje dhe dëgjoj një telefonatë, rastësisht na bie të dëgjojmë, janë me një dashuri shumë të madhe. Dhe sigurisht unë nuk besoj që kjo ka ardhur vetëm nga fakti që ju keni qenë bashkarisht në një rrugtim. Mendoj kjo dashuria pa kushte që ti ofron, sigurisht për njerëzit, për miqt, për kolegët, apo për çdo që rrugton me ty, bën atë që ti je sot, që nuk është vetëm një profesionist, dhe unë nuk kam zgjedhur vetëm një profesionist, kam zgjedhur padyshim një profesionist që ka zemrën në vendin e punës dhe nuk njeh limite, qoftë për të bërë më profesionist vetë dhe për të mësuar sfida të reja, qoftë edhe për të sjellë risi. Edhe në mënyrën kur do të fusësh risi, nuk thua që është risi. Sikur ta kishim bërë një çik kështu, që dhe mos ta maksimizosh atë mundësinë tënde. Dhe unë do t'jem gjithmonë falenderuese për, okay, është një fillim tani, por uroj shumë që ti mos martohesh. Që kjo është një gjë shumë e shumtuar që po e them. Dhe unë jam lumturuar gjithmonë kur merja, Eva je martuar? Jo. Dua shumë që të zgjaset sa më shumë me martesë, pa martesë, me fëmijë, pa fëmijë. Po kjo gjë të zgjasë shumë bashkërisht, sepse unë vërtet besoj tek profesionaliteti jote, serioziteti, përgjegjësiria dhe miqësia, ajo që na ka përbashkë vite më herët. Unë të pyes gjithmonë për punën, po haroj të pyes për gjërat e tua. A ka gjëra të tjera që Eva do donte të kishte pjesë e jetës përveç anës profesionale? Unë mendoj që ana profesionale është një pjesë shumë e rëndësishme që ndërton jetën e dikujt. Kështu që jeta është përbërë nga kjo. Unë mendoj që nëse do jetë momenti që diçka tjetër do futet dhe duhet përkushtohet, aftësia e njeriut është gjithmonë kur gjen balancat. Ti ke vite që e bën këtë. Ke rritur 2 fëmijë adoleshent që unë i kam njohur që ti shifja në rrugë nuk do t'i njihja më. Ta kam thënë këtë dhe para ca ditësh.
Kështu që nuk mendoj se ke lënë gjë mangut te kjo balanca, të bërit nënës, Ne kemi njëjtën fat. bashkëshorte dhe një biznesmene të suksesshme që ti je. Kështu që automatikisht mendoj që njeriu kur i do gjërat gjen balancën. Dhe nuk mendoj që të shtuarit diçka, një vlerë të shtuar në jetë, mundet të stepi ty nga objektivat e tua. Jo. Ka në një vend ku ti ke qef që të hapësh frontera në mundësinë tënde? Ta ndërkombëtarizoj? Ashtu siç e kemi nisë? Të eci me këto të pjesën e Ballkanit tjerë që është më afër. Me aksesueshme dhe pastaj fillojmë dhe shtrihemi. Po nuk të tremb që do dalim ne dhe jashtë Shqipërisë dhe do kemi aviona njëhet valixhesh tashmë. Ne xha e bëjmë, po që nuk më tret të shoh fëmijë të rriten. Ta thash, fronterat janë fëmijët e tu. Është biznesi jot, është gjaku jot. Tashmë dhe jemi prej 5 muajsh. Kështu që nëse unë duhet ta çoj një gjë më përpara, largësia nuk është absolutisht as edhe një gjë. Të tjera si kemi frikë. Fare absolutisht, pse duhet. Eva Vako, me këtë martesën e rene të dyja, më ngelet vetëm të të falenderoj që ishte pjesë dhe je çdo ditë pjesë e jetës time për punën e përkushtuar që ti bën. Faleminderit shumë që je pjesë e jetës time. Faleminderit gjithashtu që ke qenë gjithë këto vite pjesë e jetës time. Faleminderit shumë. Ky është podcasti me Eva Vako.